Në disa momente, Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe vetë në hadithet e profetit alayhis salatu wassalam përmenden momente kur engjëjt zbresin në ambiente ku janë njerëzit. Pra, për shembull, është vendi ku përmendet Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe i dërgon salavat e profetit alayhis salatu wassalam. I dërguari i Zotit thot në të zbresin sekina, në të zbresin engjëjt. Pra në një farë mënyre na tregon se në ata ambient, në atë vend ku zbresin engjëjt, mirësia dhe mëshira e Zotit është aty. E nuk ka se si të zbresin engjëjt në një vend ku nuk është mëshira dhe mirësia e Zotit. Dhe pikërisht në këtë natë ku Allahu Gjelle Gjelaluhu thot, aty zbresin dhe forma, mënyra se si e sjell Kurani famlar këtë zbritje, e sjell në atë formën që është një dyndje e madhe, nuk ka thjesht një zbritje të thjesht engjësh, por ka një dyndje engjësh të cilët zbresin me Xhebrailin alayhis salam në sipërfaqen e tokës, pra midis njerëzve, dhe është pikërisht kjo ajo mirësia dhe mëshira që na tërheq vëmendjen ku në një vend ku janë engjëjt, në një vend ku ka zbritur Xhebraili alayhis salam, në një vend ku anë mban ndonse ne nuk i shohim, por se jemi të rrethuar me engjëjt, me mëshirën e Zotit, kurse si nuk mundet dot që të ketë gjë tjetër veçse përfitimi i mirësive.